Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falënderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë paqe dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, çka është porulësia? Çka është modestia? Se jemi modest në ndaj njerëzve, fundi se jemi modest me vetveten, sepse një njeri që nuk e don vetveten, ai nuk i do dhe tjerët. Një njeri që nuk është modest me tjerët, ai nuk është modest as me vetveten. Çka do të thonë modesti ose porulësi, o vëllezër? Shumë thjesht. Kur njeriu sillet me tjetrin shumë thjesht, pa marrë parasysh çfarë grade të lartë ka, pa marrë parasysh kush është në politike, në finance, e kështu me radhë. Me tjerë sillet shumë thjesht. Mos krenari, nuk krenohet se unë jam dikush e kur të flas ti je niveli më i ulët se unë. Jo. Po sillet shumë thjesht. Edhe pranon se mendjemallësia nuk ka rregull. Kjo modesti. Sjellje e mirë, e thjesht, pa kryelartësi. Të dërsa vëzër, Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Ka përkthejmë shqip, uli krahat e to për besimtarët. Sillu me butësi me besimtarët. A nëse ke krah, nëse ke flet, tregoj dikun tjetër, vllai dashur. Mundësi të kena pas më tregu, e ne kanë me na ardhë prap, rirat. Ama me besimtarët, ja. Me besimtarët edhe krahat e tu, në qifësi ke shumë gjatë, ose gjërë, ose krahat mdhaja. But, qetë. Ama i vinë rendi, e shofim sa kemi hap ti krahat dhe unë. A në ka ardhë rendi, në ka ardhë mundësia. Edhe se cili e din se çka ka bon, për Allah subhanahu wa ta'ala. Zotin Kur'an thot: "Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan." Edhe ka disa njerëz që ecin mbi tokë me butësi. Edhe ka njerëz që ecin tokë me vratësi. Ka njerëz që janë të butë, edhe ka njerëz që janë me ndjemdhej. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. E këta njerëz kur i takon dikush mundohet me avon një padrejtësi, edhe u flet sende dhe fjalë që nuk janë në rregull, që thot salama. I do paqe vëlla. Unë nuk du bela. Unë nuk du debat pa nevojshëm. I du paqe. Sigur që në Ramazan, mësimin e kemi, sa do që mundohet me nënçmu dikush, ti i thu. Ose me të lejthit dikush në rrugë e drejtë, ti i thu unë jam agjeruash. Të ndërshëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa ma tawada'a ahadun lillahi", nëse secili prej jush e ka bën një vepër për Allah, një të mirë ja ka bën vllaut vetë për Allah, Allah subhanahu wa taala pasha Allahun ka me ngrit. Ose secili prej jush që përulet për hir të Zotit, edhe është i but me vëllezërit e vet, vallahi Allah vetë se ka me ngrit atë njeri. Të ndershëm vëllezër, Omeri radiallahu anhu thot: porulësia është ta pranosh të vërtetën, qoftë edhe nga një fëmijë. E di kur ta thot një fëmijë të vërtetën, ti se di për shembull, ai ta thot, ti të vën pak inati. Pse se dita unë e diti, ai i vogël, edhe ai më ka tregu hakun, unë se kam ditë. Edhe ti nervozohesh, shqetësohesh, edhe nuk e pranon.
Nuk e vërtet. Gabima. Sepse nëse do me qenë mutawadi, i but dhe i përullur, atër planet vërtetën edhe nga fëmija, pa marrë parasysh se sa vjet i ka dhe sa vjeçare. Të ndërshëm vëllezër, Hasan al-Basriu, rahimullah, ka thonë, mos e shif askënd si më të vogël se vetvetja, sepse nuk e di se cili është më afër Allahut fuqiplot. A është e vërtet? Pasha Allahun e është e vërtet se ne njerëzit i shohim dika më të vogël, dika më të madh. Wallahi e vërteta. Allahu na udhëzoft dhe na falt. E shef politikanin duket më i madh se ti. Wallahi nuk e më i madh se ti. Çka ka më shumë se ti dhe unë? Çka ka? Veç mundësia u ka thonë me fol hakun ose me rrejt. Kur gja ma shumë s'ka. Me në ndihmu ose mës me në ndihmu. Kur gja ma shumë s'ka. Ose atë që ka parën e shofim më të mafë. Edhe i ka lukët ma shumë se një supë niftarë se në ha. Pse mëse hanaj një bure me supë. Mëse ja haj 100 kam pule. Qka haj? Si i ka me milion, qka haj? O vëllezër, qka haj? Kur gjave s'ha ma shumë se në. Pasha Allahun. Veç gajli ka ma shumë. Ama ne, që sa bukur ka thonë, mos e shi askend ma shumë se ti. Pse be me po kushaj? Po njerëve dhaja? Vedhaj, ku ta shëfë hy, vdic. A vdic, a? Po ti të duke si më kodër të duke. Kër shif shaj, udhën e ndryshe. Pse se, ti kushaj, kur kush sa ovla, hiq, pa shalojnë, nëse nuk e do zotin aj, nëse nuk e ben se zalot, kur gjan, nuk është. Mirë po të nenë, si të tonë, se ashtu ne mendojmë që është gabim. Të ndërshëm vëllezër, ai mundet me qenë fukara, mundet me qenë në rrethin e njerëzve i panjohshëm, ama ta Allahu shumë i madh. A ne mundim me qenë këtu shumë të njohshëm, shumë në sillë njerëzit, ama ta Allahu si jemi asgjë. Inshallah Allahu subhanahu wa taala na udhëzon e bëhemi të porullur edhe para më të voglit në qoftë se e thot hak. Për në fund të ndërshëm vëllezër, porullësia është një virtyt, butësia, porullësia është një virtyt shumë i madh që Allah subhanahu wa taala e don, i afron zemrat e besimtarëve, e sjell, e ngrit njeriu lart te Allah subhanahu wa taala. Edhe porullësia është pasqyrë. Edhe njeriu kur e shef veten pasqyrë, e shef se çka është dhe si është. Edhe porullësia është pasqyrë e besimit dhe imanit tonë, moralit tonë, sjelljes tonë, ndërsa mendimësia është shenje e shkatrimit. Inshallah Allahu na udhëzon e të gjithë së bashku në xhennet nason. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum min adh-dhikril hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.